Profesoresh, mirë mbrëma, mirë se erdhe. Kënaqësi që të kam sonte në lidhje. Mirë mbrëma, faleminderit, kënaqësia është e imja. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit që je këtu. Nga ti kemi kërkuar që t'i shkruash një letër vetës. Si ishte t'i shkruash vetës? Wow, sfiduese. Fillimisht e çuditshme, po gjërat që sfidojnë janë tërheqëse për mua edhe vendosa ta shkruaj. A mund ta dëgjojmë me kënaqësi se çfarë i ke shkruar vetës, çfarë ke dialoguar me veten po e thuaj? Po, patjetër. E dashura Fatime, po të shkruaj këtë letër që do ta lexoj publikisht, edhe pse mund të jetë një moment brishtësie, pasi që më sjell ndërmend Milan Kunderën me thënien e tij. Mendova se të gjithë njerëzit ecin lakuriq dhe dola lakuriq, e pastaj mësova se ata ishin të gjithë të veshur. Megjithatë, vendosa të shkruaj, pasi mendova që në të njëjtën kohë kjo letër mund të jetë dhe një moment fuqie, për të treguar për kurreshtjen tënde, guximin për të eksploruar thellë idetë. Se si mund t'i përparojmë sistemet tona shëndetësore dhe t'i monitorojmë ato. Si mund t'i fuqizojmë studentët të mendojnë në mënyrë kritike. Si mund të komunikojmë më mirë. Si mund të përshtatemi me standarde më të gjëra, pa e humbur identitetin tonë. Këto nuk janë vetëm pyetje teknike, por përmbajtësore. Dhe të thella për një mendje që është në vazhdimsi në kontakt me realitetin. Mbaj në mend, udhëtimi yt nuk ka të bëjë vetëm me prodhimin e rezultateve, ka të bëjë me formësimin e sistemeve, narrativave dhe të ardhmes. Ka të bëjë me të qenit e një arkitekte e qëndrueshmërisë, qoftë në ligjërata, në politika të shëndetit publik ose në biseda me veten, që reflekton në punën tënde shkencore dhe së fundi në artin tënd. Prandaj, përqafoje fuqinë e brishtësisë, vazhdo të bësh pyetje që sfidojnë, që zgjerojnë kufit e diturisë, se në çdo hap po kontribon në një dialog që ka rëndësi. Vazhdo të sfidosh veten me pyetje të vështira, por gjithashtu ndalo për të pranuar edhe rritjen. Mos haro, ti po ndërton ura ndërmjet vendores dhe globales, midis tashmes dhe të ardhmes, në mes të profesionales dhe personales. Ndërsa vazhdon të ecësh përpara, kujdesu për shëndetin, familjen dhe komunitetin. Mos e humb thjeshtësinë, qiltërsinë, profesionalizmin dhe durimin. Mos e haro provimin jetësor, të qenit grua, bashkëshorte, nën, dhe mbi të gjitha një qenje, një njeri i mirë. Zëri yt ka rëndësi, pyetjet e tuaja kanë rëndësi dhe mbi të gjitha qëndrueshmëria jote ka rëndësi. Sinqerisht, Fatimja. Faleminderit shumë, profesoresh. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Disa pyetje ja bëre vetës. Po. Tani, unë po t'i bëj ato pyetje. Patjetër. Si mund të përparojmë sistemet tona shëndetësore? Kjo është një pyetje. Kam përshtypjen që ka nevojë shëndetësia kosovare për një përgjigje. Kjo pyetje është pyetje e rrugtimit tim edhe është një pyetje e vazhdueshme. Për arsye se sistemi shëndetësor pra i ngërthen gjithë institucionet njerëzit të cilët e kanë për qëllim me e ruajt edhe me përparu shëndetin. Edhe çdo sistem shëndetësor funksionon në një kontekst politik dhe etik që është specifike për atë vend. Edhe kërkimi im me sisteme shëndetësore ka fillu prej vitit 1999, me njerë pas luftës, do me thënë kur kam marrë pjesë në definimin e politikave të para shëndetësore së bashku me organizatën botërore të shëndetësisë dhe të qeverisë në pritje atëherë. Edhe pra është gjithë ky rrugtimi im, do me thënë deri sot që unë kam dhënë kontributin për zhvillimin e sistemeve shëndetësore edhe vazhdoj t'jap edhe besoj që do të vazhdoj t'jap. Ka ndryshuar, është përmirësuar, si është sot, nëse krahasojmë ku ka nisur në 99 dhe tani,
sistemi ju shëndetësor. Lë shumë për dëshiruar dorën zemër, mirë po si është sot? Sistemi ju shëndetësor, nëse e shohim, do me thonë, varet me qka e krahasojmë fillimisht me një herë, do me thonë, e kemi gjetë një sistem shëndetësor të shkatruar. Përparësia e Kosovës ka qenë se kemi pas një pletor të organizatave jo qeveritare të cilët kanë qenë të interesuara të investojnë në Kosovë. Dhe përparësia e Kosovës ka qenë që ne e kemi pas një libër të kaltër të ashtu quajtura të politikave shëndetësore që kanë definuar prioritetet se ku shteti i Kosovës atëherë dëshiron t'i investoj, do me thonë, këto mjetet financiare të donatorve. Kjo i ka dhënë një farë kornizë sistemi tonë shëndetësor që dëshmohet me projektet, për shembull të konceptit të mjekësisë familjare, që ende sot e kësaj dite ekziston, institucioneve të shëndetit mendor, telemjekësisë edhe funksionimit të niveleve të kujdesit shëndetësor. Divlerësim të përgjithshëm, si është shëndetësia në Kosovë? Sistemi shëndetësor në Kosovë lën mjaft për të dëshiruar. Mendoj se Ministria e Shëndetësisë ka bërë një punë të mirë, ka definu strategjinë sektoriale, që është një dokument shumë i rëndësishëm, do me thonë 2025-2030, edhe është një dokument gjithë përfshirës që është edhe udhërëfyes i mirë. Megjithatë, mendoj se kapacitetet e monitorimit edhe vlerësimit duhet të forcohen për arsye se gjatë gjithë këtyre viteve na kemi mësu me shkru dokumente, kemi dokumentet politikave, dokumentet ligjore, programe, projekte, mirë për tash është koha e fundit të zbatohet me këqyrë ku ja kemi nisë edhe ku kemi mri edhe gjithmonë me monitoru, me vlerësu edhe me nisë një cikël të ri me pa edhe me vazhdimisht me përmisu. Kjo është një cikël që unë edhe studentave të mi vazhdimisht i mësoj, që monitorimi edhe vlerësimi është një fazë jashtëzakonisht të rëndësishme e zhvillimit të politikave shëndetësore. Kalove tek studentët, një nga angazhimet tua është edhe mësimdhënia. Dhe pyetja që e bërë, si mund t'i fuqizojmë studentët të mendojnë në mënyrë kritike? Pyetja që qarkullon për auditore, njësë nga shkolla fillore, shkollë mesme dhe përfunduar në fakultet. Kanë nisur të mendojnë në mënyrë kritike studentët tonë? Po, une muj me folë për orët e mija, në përgjithësi është shumë si du se une ju thëmë studentave, une duna me qenë ma i mirë se telefoni, modeli ma i ri telefonit, për me më ndigju. Do me thonë me qenë interesant. Faktikisht në programin master në menagement shëndetësor, ne përveç aspekteve teorike diskutojmë edhe aspektet e jetës reale. Do me thonë, diskutojmë strategjinë shëndetësore, i mësojmë studentët, do me thonë, cilë është vizioni, misioni, edhe ne kemi studentë cilët vinë prej institucioneve të ndryshme, edhe na i pregatisim ata që ata kur shkojnë në vendin e tyre të punës të mund të kontribojnë në politika shëndetësore, por edhe me temat e tyre master, për shembull, ata i adresojnë problemet që ndërlidhen me vendin e tyre të punës ose në fushën që... Lumëtimet bazohen në raste konkrete. Ashtu është. Edhe kështu që diskutimet gjatë orëve, tryezat e rumbullakta, punimet seminarike, diskutimi i detyrave janë gjitha këto që jepet mundësia gjatë orëve studentëve me diskutu në mënyrë kritike. Edhe po ashtu është shumë e rëndësi, do me thonë, mi mësu studentat me mbet profesional, për arsye se unë gjithmonë ju them, qeverit të ndrohen, ndërsa ju do t'i kuptoni numrat, do t'i kuptoni modelet, edhe do të ofroni zgjidhje, ndërsa vendimarrësit janë ata që marrin vendime. Tani ne gjithmonë themi të mësojnë studentët të mendojnë në mënyrë kritike, po ata nuk janë fajtor. Fajtor do t'jenë, po them kështu,
ata që i mësojnë të mos mendojnë në mënyrë kritike? Po, e dini si, për shambull, une do t'jem shumë e sinqert me publikun. Kër kom shku në Harvard, na, do më thëmë, fakultet mjekësisë, kemi pas librin e fiziologjisë, edhe kemi pas librat anatomisë, edhe plot libra, edhe kemi mësu shumë. Edhe kër kemi dalë në provimi, kemi pas, do më thëmë, pytjet, edhe jemi përgjegje. Edhe kër kom shku, une atje, do më thëmë, semestrin e parë, une jam shoku vetë. Për arsye se, do me thonë, na e kishim 1200 faqe me lexu gjatë javës, edhe mandej edhe shkojnë ligjerat, edhe në ligjerat kontributi jotë të përcakton të statusin tëndë në klasë. Do me thonë, çfarëdo që flisje e fitoje respektin e klasës. Edhe shpesher unë, me thonë, 1200 faqe nuk është kollaj mi lexu, tu i pasa dhe ligjeratat, që që unë e kom bashkëpunu, do me thonë, jo marrë vesh, për shambull, kom gjithë shoqe që i kemi nda leximet, edhe jemi taku edhe kemi lexu, i kemi interpretu që me u pregatit me shku në ligjerat. Edhe, do me thonë, që kjo është qaj mendimi kritik. Zakonisht, konkretisht për këtu në abo, për shambull, unë jabë detyra studentave, edhe unë sakrifikoj orën e parë të ligjeratës për diskutim. Do më thonë, studentat i mbrojnë detyrat e tyre edhe i japin mendimet e tyre lidhur me çështjet që i diskutojmë. Pra, do më thonë, ka qenë diçka e re për mua, edhe une, do më thonë, mundona me transmetu ato në orët të cilët i mbaj. E thamë që ke studiuar në Harvard edhe vete përmende, kur ke shkuar atje, ka ndryshuar sistemi. Çfarë të mësoi Harvardi për kufit e dijes? Moteja Harvardit është veritas, e vërteta. E vërteta. Edhe e vërteta, është si thashtë dhe në fillim të emisionit, është një reflektohet, nuk është një destinacion, por është një rrugë në për të cilën nisësh edhe dush me pas guxim, dush me pas kuriozitet, vendosmëri, fokus, adaptabilitet edhe qëndrueshmëri. Edhe konkretisht, do me thonë, në qoftë se më pyetni si e aplikove këtë këtu, do me thonë, na gjithë e dim se Kosova është një mjedist, ku, do me thonë, investimet në hulumtime janë të pakta, apo jo. Edhe në qoftë se dojmë me bëhë hulumtime, do me thonë nuk kemi investime, mirë po kjo nuk në letëson neve me i zvoglu standardet, apo jo. Edhe në vitin 2000, kur kom qenë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, atëherë Organizata Botërore e Shëndetësisë e patë publiku kornizën e sistemit shëndetësor që kanë punua dhe profesorat e Harvardit, edhe do të thonë normal na këto zhvillimet më të reja i kemi përcjell me njerë, do të thonë të nivelit global, të nivelit botëror aty me njerë në shkollë. Edhe une që kom qene fascinume me këtë kornizën e sistemit shëndetësor të OBSH-s, të profesorave të mi, s'ko mujt me flejt edhe gjithmonë kom dasht me gjithë diçka çka po mungon aty. Edhe jom këthy në Kosovë edhe me njerë kom dasht me implementu ato edhe me e vlerësu kornizën do me thonë e funksionimit të sistemit shëndetësor me kornizë. Po e kom po që korniza është teorike. E i ka mungu ajo pjesa kuantitative, do me thone indikatorve, për shambull të statusit shëndetësor, mbrojtjes nga risku financiar, kënaqëmërisë së pacientit, pra që janë rezultatet finale të sistemit shëndetësor. Mu ka nevojit 18 vjetë, do me thonë, me e gjithë metodën, do me thonë, me lidhë këtë kornizën teorike, me këtë kornizën ekonometrike, për me interpretu, do me thonë, me i analizu sistemet shëndetësore, pra është një metodologji e re në literaturën shkencore që kemi publiku, edhe
Po kthehem prap tash në ato kufit e dijes, pra për shihni, do të thonë, Veritas është ajo me pas guximin me hulumtu një realitet shumë kompleks, me mbete fokusume, me qenë adaptabile edhe me qenë e qëndrueshme edhe me publiku. Faleminderit shumë, profesoresh. Tani, nëse sistemi nuk funksionon, çfarë mund të bëj individi? A ja vlen të bëhesh pjesë e një sistemi që nuk funksionon? Patjetër që ja vlen, unë mendoj se sistemi shëndetësor i Kosovës nuk performon në nivelin e duhur. Nuk performon? Nuk performon në nivelin e duhur edhe ka vend për të përmirësuar. Pra, sistemi funksionon, po është për të dëshiruar. Mandej, para se me u përgjigjë në pyetjen në juj, do doja të rikujtoj edhe publikut se edhe studentat e mi e din që sistemi shëndetësor është një treg. Do me thonë, institucione shëndetësore janë treg. Me gjithë specifikat që na i mësojmë me studentat e mi, edhe për atë treg luftohet. Mandej, sistemi shëndetësor i Kosovës ka hec hapave, do me thonë, e ka themelu sistemin e vetë të financave publike, ka zhvillu legislacionin, të gjitha këto, do me thonë, janë zhvillu brenda këtyre 20 viteve, me gjitha të, si individ, mendoj që gjithë cili prej neve duhet të kontriboj për aq sa din edhe për aq sa jepet hapësirë edhe për aq sa mundet. Ja vlen, për shembull, po du veç me konkretizu pse ja vlen. Për shembull, nëse këtë hulumtime, për shembull, që une e kom bose, pra po këthena së shpytja për individin, apo jo. Do të thonë, që këtë hulumtime që une e kom bo, kjo ka qenë një bazë për projektin Jean Monnet që kemi marrë në Fakultet të Mjekësisë dhe kemi themelu modulin aki shëndetësor. Pra na jemi të zhvillu njerëz që e kuptojnë sistemi shëndetësor, i kuptojnë problematikat e tyre edhe pse jo tash ndoshta kjo ka me na bë të mundshme me apliku me një konferencë edhe na me qenë, do me thonë, me bo një konferencë regionale, për arsye se punimi shkencor ka të bëj, i rekomandon Komisionit Evropian një sistem të monitorimit të dimenzionit shëndetësor të pranimit të shteteve në Bashkimin Evropian, para arritjen e standardeve të Bashkimit Evropian, edhe kjo mundet me qenë, tash e kemi marrë modulin, mandej muj me bo një konferencë, njerëz të vinë në konferencë, e dëgjojnë një tjetrin, shkëmbejnë informata, edhe kështu na përparojmë. A kemi një sistem shëndetësor, apo dhe pastaj dy sektor publik dhe privat, apo kemi dy sisteme shëndetësore? Si e komplementojnë njëri tjetrin, sektori privat dhe sektori publik? Sistemi shëndetësor, pra, është një, sepse, do me thonë, janë gjithë institucionet. Sa është homogen, sa është kompakt? Përsa i përket për aq sa unë e kom njohuri, do me thonë, mendoj që është kompakt, po edhe këtu mbetet për të dëshiruar, tash ju them pse. Do me thonë, standardet edhe, do me thonë, resurset njerëzore, tjera, në përgjithësi në planin grob janë të njëjta, po me gjithatë, mendoj se Kosovës i mungon një institut për cilësin e shërbimeve shëndetësore, që mendoj që do ta binte në të njëjtin nivel edhe sektorin privat edhe sektorin publik. Do me thonë, në nivel të standardeve, performancës, pra do t'ishin konkurrent të barabartë. Konkurrent të barabartë. Faleminderit shumë, profesoresh. Do ta bëjmë një shkëputje publicitare dhe kthehemi për të vazhduar në pjesën e radhës.
Që ka bën jetën ma të letë me pakët të reja IPCO Postpaid Infinite. Muj me kontaktu babin mu siguru si s'ka arru kur gjën dyqan. Me ngu muzik pa ndërprej kur që tisë në park. Kush o këtu. Me tirë shoku një ashtë venit të numër ti tip kësë edhe kur është në zonë tjetër kohore. So bro? Me pakut Infinite ki paku fi minuta dhe shumë internet në Kosovë, rajon, Evropë edhe Amerikë. Besëm, nuk ka zgjedhje ma të mirë. IPCO, fol shlirë. Po kërkoni një mundësi të shkëlqyer për investim apo për gjetur apartment luksos në Bregdetin e Ulqinit. Banesat tona janë të pozicionuara në lokacione të shkëlqyera në Ulqin, afër qendrës historike të qytetit, tek bulevardit e Uta, si dhe me pamje nga valët e detit Adriatik tek kompleksi Sunrise në Meteriz, mbi kalan e Ulqinit, një nga atraksionet më të famshme dhe historike të qytetit. Banesat ofrohen me mundësinë e pagesës nëpërmjet kësteve. Shijoni një qëndrim të qetë dhe komod, ndërsa jeni vetëm një hap larg nga historia dhe kultura e pasur që ofron qyteti i Ulqinit. Për më shumë informata, ju lutim që të na kontaktoni në këta numra informues. Nëse je ëndrimtar, veprimtar apo luftëtar, me TEB bëhesh business star. TEB është këshilltari juaj financiar që kryen kërkesat tuaja me shpejtësi. Ju mbështet financiarisht, ju informon në kohë reale, thjeshton çdo hap të biznesit. Bëhu business star sot. TEB, mbështetja e fuqishme për biznese. Shihet që i njohim tani në paketim të ri. Slim and Fit, nga Perutnina Ptuj. Të shkëlqesh, gjithçka fillon nga koka. Për të mbajtur kokën të pastër, unë zgjedh Clear Man, super garikuar me faktor fuqie, eliminon zboktin. Për vetësim 100% pas bokth. Shkëlqe, zgjedh Clear. Që ka bën jetën ma të letë me pakët të reja IPCO Postpaid Infinite. Muj me kontaktu babin mu siguru si s'ka arru kur gjën dyqan. Me ngu muzik pa ndërprej kur që tisë në park. Kush o këtu. Me tirë shoku një ashtë venit të numër ti tip kësë edhe kur është në zonë tjetër kohore. So bro? Me pakut Infinite ki paku fi minuta dhe shumë internet në Kosovë, rajon, Evropë edhe Amerikë. Besëm, nuk ka zgjedhje ma të mirë. IPCO, fol shlirë. Çfarë pati ki ti, fiton. Një vetur Toyota RAV4 hibrid ose një nga 5 skuterët Lambretta X125. Fiton një nga 10 iPhone 16 Pro. Bëu një nga 8 fituesit e 200 eurove bonus të Star Card. Jemi në studio me profesoreshën Fatime Arenliu Qosaj. Do të vazhdojmë bisedën duke komentuar një LED. Është një fotografi, ceremoni, diplome. Po, diplome e doktoraturës në Ludwig Maximilian. Është njerës që më kanë përkrah. Bashkëshorti, dr. Blerim Qosaj, është ortoped. Vajza Nisa Qosaj është psikologe. Edhe 3 mentorat e mi është profesori dr. Rolf Holle, që është zavendës drejtori institutit Helmholtz Institute në Gjermani, që është një prej instituteve ma të njoftuna në Gjermani për studime mjekësore dhe të ambientit. Këtu kemi edhe dr. Günther Froschel edhe profesoreshën Merita Berisha, që është në Institutin Kombëtar Shëndetësisë Publike.
për çfarë e ke patur temën? Çfarë ka qenë hulumtimi? Edhe Luanën e harova. Edhe Luanën, shoq. Prej Brazilit. Temën e kom pas ndikimi i pagesave prej xhepit në varfërimin e popullatës në Kosovë. Aha, pagesat prej xhepit në shëndetësi. Po. Okej. Dhe rekomandimet çfarë janë? Rekomandimet janë kështu në esencë. Në esencë. Në esencë është targetimi atyre që kanë nevojë, pasi që modelin që e kom ndërtu ka tregu që njerëzit të cilët i takojnë statusit të ullë socio-ekonomik, njerëzit të cilët kanë të moshuar në shtëpi, njerëzit të cilët kanë persona me nevoja të veçanta në shtëpi, kanë shpenzime më të mëdha prej xhepit edhe bien në varfëri për shkak të pagesave prej xhepit për shëndetësi. Pra shëndetësia është ajo që i varfëron, i bën të bien nër pragun e varfërisë, sepse në mënyrë të vazhdueshme duhet shpenzimet. Paguajnë, shpenzojnë. Edhe kjo shumë e thjeshtë, po menoj nuk është e thjeshtë në realitet, po realizohet me targetimin e popullatës, do të thënë targetimin atyre që kanë nevojë për asistencë sociale. Çfarë mund të bëjmë? Çfarë mund të bëjmë? Mund t'i targetojmë, do të thënë t'i kontaktojmë anvisërit edhe ata të raportojnë për gjendjen e tyre edhe në bazë të atyre. Mund të ndihmoj shteti të gjejë mënyrat, ndërtoj skema sociale? Po, shteti unë ka skema sociale edhe ato janë mjaft të zgjeruara, mirë po mendoj që kjo nuk kam ndonjë është keq me fol pa të dhëna, po mendoj që ka mundësi të përmirësimit të targetimit, do të thonë, ndoshta ka njerëz që marrin ndihmë sociale ose marrin subvencione nga ndonjë program social që ndoshta në të vërtet nuk ka nevojë. Kështu që edhe një rishikimi, targetimi i këtyre njerëzve mendoj që është i domosdoshëm. Faleminderit shumë, profesoresh. Ne kemi një video nga një mike e juaja. Ka një mesazh për ty. Ta ndjekim. Profesorisha Fatime, njihemi tash më shumë se 25 vite. Kemi punuar me të edhe në Ministrinë e Shëndetësisë, ku shpesh e kemi ndarë edhe zyrën dhe kemi pasur udhime të përbashkëta zyrtare. 10 vitet e fundit punojmë së bashku në kolegjin e Abës si mësimdhënëse të rregullt. Profesorisha Fatime është një grua zonë modeste dhe shumë punëtore dhe unë besoj dhe shpresoj që në të ardhmen këtë do ta kuptoj edhe publiku i gjatë kosovar, ku do të shkruhet dhe do të thuhet se një studente Harvardit ka punuar në një periudhë transicioni me tërqendrimin e saj me shumë ideale dhe me shumë nder në avancimin e shëndetësisë kosovare për të mirën e Kosovës, si dhe ka lënë gjuhën të pashlyeshme në shëndetësi kosovare, në përkujtimin e politikave shëndetësore për të cilën ajo është specializuar. Faleminderit. Faleminderit, profesoresh. Një koment e keni për atë që tha? Po, patjetër. Profesoresha Mibera është përveç profesoresh kolege, po është edhe një mike e imja. Unë e kom pas rastin me qenë këshilltarja e profesoreshës në kohën kur ka qenë zavendës ministre. Edhe takimi me se di si ta quaj tash Mibera profesoresh. Do të thonë takimi me profesoreshën Mibera si zavendës ministre ka qenë një prej kohëve ku une kom pas
me të vërtet afërsi edhe kuptim të rekomandive që i kom pas, sa kanë gjetë ato vend, do me thonë prapo ka qenë pikpytje për arsye se vendimet të cilat meren këto pa tjetër që mësoj edhe studentët është se më varen prej shumë faktorve relevant, aktorve relevant vartësisht prej fuqive politike, interesave të tyre, edhe kështu që përderisa kam punu me Kryeministrin Mybera në postin kur ka qenë si zëvendës ministre, kemi bashkëpunuar jashtëzakonisht mirë edhe sot vazhdojmë të bashkëpunojmë ngushtë në programin Master Management Shëndetësor, kemi themelu bashkë programin Master Management Shëndetësor, së bashku me profesorin Luan edhe a dini atë fjallën si është nëse donë me shku shpejt, shko vetë, nëse donë me mri largë, shko me shok. Faleminderit shumë. Do të kalojmë në diçka tjetër. Përveç anës profesionit mjekësor, ju edhe në fushën e artit e keni shprej vetën. Keni bërë një ekspozit të parë, më në fund, e keni marrë guximin. Po, bashkë. Çfarë është kjo fotografi, ky moment? Ky moment është fundi ekspozitës, kur të ftuarit kanë shku, edhe kom zgjedh këtë fotografi për arsye se unë i dua lulet shumë, mendoj që janë gjua ma e bukur, edhe është një moment i plotësimit tim, në aspektin shkencor, por edhe në aspektin e artit, pra edhe në aspektin profesional, edhe në aspektin personal, kjo fotografi për mua është një plotësim. Çfarë t'jep arti? Arti mjep fuqit të të shprehurit, si asë një medium tjetër. Arti, formësimi i pikturave të mia, e shpreh perceptimin tim për botën. Kështu unë si fëmi, do me thonë, zhdër kom vizatu, kom bo skulptura, po e dini si atëre prind, hajtë se po vizaton, hajtë se po bon skulptura, po menoj nuk e kanë me rëndësi e kanë pas shumë shkollën, apo jo, edhe piano si kom ra, profesori pianos ka ardhë dhe ka thonë, gjuna është Fatimia Melon, në vitin e parë shkollës mes me pianon. Ama profesioni dëshiruar ishte mjekësia? Absolut, absolut, shumë me vend. Edhe unë e kom studiu mjekësin edhe nuk jam pishman, sikur të kisha zgjedhur edhe njerë do t'a bëja, për arsye se arti im nuk do t'ishte arti im, po të mos isha unë e Fatimia, doktoresha, me gjithë këtë rrugtimin që e kom pas. Idet e grimcave kanë lind dikur shumë heret, nuk e di, ndoshta para 20-30 viteve, kur isha duke prit në Zvicër, dikund për disa bileta, edhe e pash një gjeth të rapit që ishte në gjitë në asfalt. Edhe kalonin njerëzit e shkelnin atë gjeth. Kalonin veturat e shkelnin atë gjeth. Edhe unë e thësha, ku shkojnë këto grimca? Me thonë që se bjen shi, ato do të treten, që se nuk bjen shi, ato do të avullon, do të shkojnë në aerosol, edhe thësha, sikur ti kishim marku ato, sikur se që i markojmë, do me thonë, lagjët ose molekulat, edhe ti kishim për cjell me shekuj, ku shkojnë ato, edhe në qatë momente kom kuptu që na jemi një pjesë e një diçkaje më të madhe. Po nuk e dim edhe nuk e vrem me këto dinamika që i kemi, as nuk marim kohë me mendu për këta. Edhe, do me thonë, kjo mendim më ka preokupu, edhe vazhdimisht të më preokupon, edhe mundohem të shprehi në artë. A shëron arti po aqë sa trajtimi mirë i një mjeku? Këto nuk janë të njëjta, po të dyja të shërojnë. Shërojnë në mënyra të ndryshme, derisa për shembull mjekja me parandalim, diagnostikim, trajtim, rehabilitim shëron trupin, arti mendoj që shëron shpirtin,
Nuk e di pse mu kujtua Frida Kahlo, piktoria meksikane. Dhe me thonë, ajo e ka paraqit në artin e vetë dhimbjen e saj fizike dhe emocionale në atë që ka përjetu gjatë jetës, edhe pikturat e soja na japin forcë për arsye se paramendoni një njeri që ka përjetu atë që ka përjetu edhe ka mujt me pikturu edhe me na frymëzu neve. Do me thonë, në qëfar presioni do me thonë, ka performu dhe ka kriju edhe veprat e soja pra japin një mesazh fuqie. Edhe unë mendoj se shërimi ndodh vetëm kur kujdesemi të njëjtën kohë edhe për shpirtin edhe për trupin. Për dekada e ke mbajtur apo ka bashkëtuar me ty, ka rrugtuar me ty ky shpirti artistik, por nuk e ke nxjerrë në publik. A është ky shkaktari që vendoset ta nxjerrësh në publik dhe të bësh ekspozitën? Po, është një kontribus, do me thënë, unë e kom vizatu, kom baskohet, për arsye se, do me thënë, arti për mu është një diçka, një nevoj që vjen, një nevoj fiziologjike, që duheni me ekzekutu. Që se nuk e ekzekutoni, atëre nuk mundeni me nejtë ratë, se vazhdimisht me do një njerës ju flasin, po ju nuk i keni ment aty. Pa duhet shkarkohesh? Po, duhet shkarkohesh. Edhe kjo ka ndodhur me vite tëra, me mua. Mirë po kur kom shku në Turqi, kom taku një kreatore të modës, një kusheri timën, edhe ajo tha, po ta ti qenë ke talentuar. Edhe kom ardhë këtu në Kosovë, atëre piktori Enver Hoxhaj, më ka rekomandu me marë kurset të vizatimit akademik të majstro Faton Kryeziu, edhe unë e kom marë kurset të vizatimit akademik. Kur? Para 3 vjetëve. Para 3 vjetësh? Para 3 vjetësh. Edhe kom qenë me fëmi, kom qenë në klasë edhe... Si ti dhe fëmijët në tjetër klasë? Po, unë edhe fëmijët në klasë edhe veç përdu me ju të regu se sa më kanë dasht fëmijët edhe... Për shembull, kom pas një kolegë, ti themë, a i vizaton të afër meje edhe më thoshte mua, tha, a din qka, ti ta Fatime, unë e foli vetë me veti. Thash, sa mirë, tha, jo po tha në klasë, po mungucin mua. Thash, jo, ti më ju thonë atyne që veç njerës të me që më flasin vetë me veti. Edhe aj u inkuraju edhe do të me më dhonë kompliment, tha. Ua, tha, kur s'kom po një plak me vizatu që ka që bukur. Edhe unë sinqerisht jom knaq edhe jom frymzu sa që kom shkua aty edhe... Falë, kur ju the të shtëpia, kur i the bashkëshortit, që po shkon në kurs, për me marrë vizatim, si të shikuan, qëfar të thanë? Kur gjo, ata janë mësu, unë i kom disa ideja kështu që më vinë ko masko edhe bëj gjëra që ndoshta nuk janë konvencionale. Kështu që gjithsesi nuk ka qenë kur farë problemi edhe asë nuk është diskutu, okej. Ma, kur ajon e more pasi shkove në kurs? Po, vizatimet akademike, mandej e posh që vizatimi akademik, do me thonë realizmi, kufizonte me e shpreh, do me thonë me shpreh idet e mija, botkuptimet e mija, edhe une në realizëm, jo pse une, jo mune, po në që se tjertë thojnë që jo me mirë, une vetëm po më vjen keq që nuk kom pru vizatimet të realizmit, po gjithsesi do të mundohem, mendoj që do t'i kthehem realizmit, po si, ende nuk e di. Ende nuk e di? Ende nuk e di, po do t'i kthehem realizmit. E dini, realizmi është një diçka, për shembull, një drun, një njeri, një diçka që ka kriju natyra, Zoti ose universi ose çka do që ju besoni, ndërsa edhe ajo ju kufizon me një farë mënyre. Ndërsa abstrakte jeni ju, vetvetja janë emocionet e juja, idet e juja, botkuptimet e juja, filozofia juj, besimet e juja. Grimcat tuaja? Exact. Që janë grimcat. Mirë, ne kemi edhe një video nga Fatoni. Wow. Ta shohim se çfarë thot për nxënësin e tij.
Përshëndetje, unë jam Fatan Kryziu, piktor. Jam këtu sot për me dhënë një mendim për nxënësen time, Fatime Aranliu. Fatime ka qenë një prej nxënësve më të dalluara në kurs, me talentin dhe me përkushtimin e saj. Përpas kësaj, Fatimen mund ta veçoj nga nxënësit e tjerë si një nanë me një përkushtim shumë të veçantë ndaj artit, të madh gjithashtu, dhe me një kulturë dhe një uri të përgjithshme që mua më ka bërë shumë përshtypje. Fatimja është tash ka fillu, ka pas një ekspozitë që personale që më ka lënë shumë përshtypje dhe ka pëlqyer shumë arti dhe fusha që ajo ka zgjedhur më marr. Unë i uroj shumë sukses Fatimës. Një pyetje shkon për Fatimen nëse si e sheh artin dhe kohën që përandon artit sot, si e sheh tash në raport me profesionin dhe punën që e ka bërë më herët. Apo mundet të dyja bashkë me i bërë njëkohësisht, apo mendon me ndan një anën e marrë ndoshta veç në, siç e di arti është nuk pranon edhe një punë tjetër, kështu që kjo më bën përshtypje me pa Fatimen më tutje a do të merret vetëm me art apo jo. Faleminderit shumë, ju përshëndes. Faleminderit për këtë befasi, faleminderit që më bët muni kaq mirë në këtë emision. Pyetja e parë ishte çka mendoj për nuk e ndigjova mirë për artin. Si e sheh artin dhe kohën që po ja ndan artit sot? Domethënë, si e sheh tash në raport me profesionin edhe punën që e ke bë më herët? Apo mundesh të dyjat me i bë bashkë njëkohësisht? Apo po mendon me nda njërën, me u marrë ndoshta veç me art? Kështu, sa i përket kohës që shëndoj me art është shumë e çuditshme që unë nuk muj me punu në periudha gjata. Do me thonë puna e shkurt, edhe mandej e ndali, edhe prap shkoj punoj diçka tjetër edhe prap kthehem. Është e vërtet që arti që kom përkushtu shumë, se një herë kom qenë në dhomën e misafirëve edhe tash e kom marrë bibliotekën. Edhe kjo, do me thonë, unë nuk kam nevoj me dalë dika me shku, edhe kjo është një e mirë. Unë gjithsesi do t'i vazhdoj të dyjat, për arsye se unë e falenderoj Zotin që më ka jap mundësi me pa me numra edhe me ngjyra. Menoj që është bekim, edhe do t'a vazhdoj këtë, apo ndoshta, kur të pensionohem, atëre do të vazhdoj të bëj vetëm art. Vetëm art, okej, për pleqëri e ke siguru. Do t'a shohim një let tjetër me fotografi të tjera. Po, këtu janë prindrit e mi të ndjerë që kanë ndru jetë në vitin e kalum në gusht, edhe kanë ndru jetë brenda 5 ditëve të dytë. E kanë dosht shumë një tjetrin, edhe kanë pas një jetë shumë të lumtun, edhe këtu jemi në koncertin përmbyllës të korit edhe Filharmonisë së Kosovës në kantatën Carmina Burana, që është një prej ndërmarrjeve më të mëdha që i ka pas Kosova ndonjëherë. Edhe mamit edhe babit i ka pëlqyer shumë. Para se me shku në koncert, i thash babit, jalshova se në Vjenë e kanë majtë të njëjtën, edhe kanë dëgjuar televizor, edhe ka thonë, po me zis po pres me shku me pa, edhe me të vërtet jonë knaq, edhe kjo fotografi për mu është mesazhi, është jeta, është një mrekulli, për arsye se babi im gjithë në ka qenë në teatr, do me thonë shtëpit kulturës në Prizren, e dini, do me thonë nuk ka pas koncert që se kemi pa. Prej Tereza Kesovjes, Shtyret e Beluli, Shkurt e Fejza, orkestra Filharmonisë, çka do që ka pas, mbrëmjet e vllaznimit, mbrëmjet teatrale, do me thonë gjitha i kemi përcjell, edhe tash
diqysh print bëhen fëmijët tanë edhe na I qojmë në koncert. Edhe ajo koha derisa jemi regullu, derisa kemi dalë, sikur ata që na kanë regullu neve për para, kur kemi dalë, është dash na me u regullu edhe me dalë bashkë me këta, edhe kjo fotografi është një prej fotografive të mia më dashura. Një moment kujtimi. Ajo fotografia tje është një... Fotografia tjetër është ekspozita e piktorit Enver Hoxhaj në Hamam, në vitin 2020, po shohim pandemin, edhe këtu jemi bashkë, kemi dalë, edhe ishim të bisedu, edhe për printe mi ka qenë shumë, do më thënë një diçka e re kjo pandemia, edhe ka qenë shumë njerës kështu të hapun, edhe nuk e kam pas Covidin as njëherë, mirë po nuk më ishin me kuptu në qëfar për masa mundet me marrë një smundje, edhe pashtu është një kujtim jashtëzakonisht I bukur ku jemi mundu për kundër, do me thonë, restrikcioneve që I kemi pas me jetu normal. Ju pëlqenin pikturat tua, se ekspozitën nuk e kanë parë, po... Jo, ekspozitën time fatkeqësisht nuk e kam parë. Unë e kom bo portretin e mamit tim, do me thonë, kur ka qenë e smurë edhe I ka pëlqy shumë. Edhe, do me thonë, pikturën ato bardhezi që jemi me Maestro Fatonin aty për para, është piktura që I përfaqëson, do me thonë, muret e Prizrenit. E dini, muret e Prizrenit janë të bardha edhe poshte kanë atë pjesën e zezë që kur bjen shi, mos me u duk I përlyti. Edhe ajo vepër është një diptih, do me thonë, e ka quhet para dhe pas shiut. Edhe, kur kom qene vogël, unë gjithmonë mamit I kom ndihmu me e gëlqeros. Ashtu, kjo është. Kjo është këtu? Po, kjo është para dhe pas shiut. Edhe, unë e mamin gjithmonë e kom ndihmu me gëlqeros, mami jam I ka pas 4 fëmi, edhe këto oboret e fëqinjve kanë qenë gjithmonë ma pastër se oboret tona, se mami ka punu, edhe mirë po kur e gëlqeros shim, unë I thësha mamit, s'kan me në obo të bardha, mami thëjke, gëlqerja e bon magjin e vetë, edhe më ka metën kujtes a I zbardhimi I mureve, ato grimcat, edhe qëshim bulojshim me gëlqere, edhe, do me thonë, unë e kom mami, mu ma ka siguru gëlqeren vetë, ajo I ka besu gjdo budala kjeta me kështu me thonë. Sa herë që I kom thonë... Ka për krah. Ashtu. Ajo ka shku edhe e ka gjetë gëlqeren, edhe mandej këtë pjesën tjetër e kom qitë në shi, këtë panelin tjetër, edhe, do me thonë, e ka pasat të përlytin që na gjithmonë jemi mundu me mbajt perfekt, edhe këtë vepër ja kom kushtu mamit, edhe gjitha grave të Prizrenit që dojnë familjen e tyre, që dojnë kopshtin e tyre, që e dojnë natyren edhe japin bukuri jetës. Nderit shumë. E kam këtu katalogun, punime, pikturat dhe skulpturat. Po këto, nëse nuk shihen original, është e vështirë të perceptohen. Po, gjithsesi. Dal nga dal kemi ardhë ka fundi, unë e kam një surpriz tjetër për ty. Që sa nuk jenë të gjume vllaun Alirizër? Pyetje e mirë, ka ndoshta një muaj? Nga një muaj, jeta është për dinamike dhe rrallë për shihemi. Do të shihemi të premten. Do të shihemi të premten. Pse? Për Bajram. Për Bajram. Afer qenka. Po para Bajramit, I keni shkru në herë letër njëri tjetërit? Të ka shkru në herë letër vlau, ose ti vlaut? Jo. Jo. Atëherë, sot unë e kam një letër nga vlajit. Do t'a lexoj unë. Okej. Ka kujtuar disa momente, edhe nga fëmiria. E dashur motër, ka plot momente që më kujtohen. Të qenit më I voglin familje, ka pasur gjithmonë një ndjesi të veçantë. Në një mënyrë apo tjetër, ka qenë gjithmonë një privilegj të kisha jo vetëm një motër, por edhe një vlla më të madh.
Një nga kujtimet që do të ndaj është kur më more për herë të parë në kinema. Ishte filmi për këngëtaren Nena. Kinemaja po thuaj se ishte e mbushur. Me shumë mundësi, ky ishte filmi im i parë muzikor. Që nga ajo kohë, dokumentarët për artist dhe filmat ku këngëtarët luajnë role kanë mbetur të rëndësishëm për mua. Një tjetër moment që e kujtoj me shumë vlerë është kur më solle një libër për jetën dhe biografinë e Albert Einsteinit. Besoj se isha rreth 11 vjeç. Nuk e harroj ndjesinë që më la. Ishte hera e parë që kuptova se njohuria nuk vlen vetëm nga shkolla, por edhe nga pasioni dhe kurreshtja. Ishte një hap drejt të menduarit ndryshe. E fundit, por ndoshta më e ndjeshmja, ishte koha kur humbëm prindërit. E kaluam bashk. Aty kuptuam se sa të brisht jemi, por njëkohësisht sa të fort na kishin bërë prindërit. Sot jemi krenar për ty. Vazhdo. Ne jemi aty me ty gjithmonë. Me shumë dashuri, vëlla yt Ali Riza. Faleminderit. Nuk gjej fjalë që falenderoj. E kujtoj momentin kur në kinema, pra ti the që prindrit ju kanë dërgu, po ja që vllajën e pas ke dërgu ti për herë të parë, që të shoh filmin e parë. Ashtu është ka qenë filmi 99 Luftballons, është qujtë filmi i nenës këngëtares, edhe më kujtohet, po nuk e kom ditë që i pas ka lënë aq shumë bresa, se Ali Riza mandej është marrë edhe me festivalin e filmit dokumentar, që kemi përcjell kështu si bebe krejt familja, edhe po nuk e kom ditë që i ka lënë aq shumë bresa. Mendoj për këtë të fundit, mendoj se familja është me të vërtet e shenjtë, jo veç sa për të thënë. Mendoj që duhet të mbrojmë familjen edhe duhet të kultivojmë vlerat e shëndosha të familjes. Faleminderit shumë. Faleminderit profesorit Ali Riza. Këtu e përfunduam këtë emision. Nëse keni diçka për të thënë në fund që ta mbyllim. Jo, e falenderoj publikun, ju falenderoj juve, ka me qenë një prej përjetimeve të mia të paharuara. Faleminderit shumë, kënaqësi që ju patëm të Faleminderit profesor.